Këna thonë, shko të regoj shokëve që mos të afrohen forësat, mos në sulmojnë shokë tënë, se na hinë në repozicion e na hinë. Ai Bajrami u shku e ka të regu, të akun parin e Rifat Mziun. E ka të regu, ka thonë, sa mija me vlo atje poshta me një shok, janë të luftu. Ato Rifat Mziu u ardhë të i vrapu edhe të shtenë, sa të mujtë, të shtenë në forësat e armikut. Ato ja kom pra krahërërin, veç që si pe këtë gjakë Rifat Mziu, se ka qenë edhe vape më dhe të gju, sa të mujtë, e ka pas një karabin, 3, M48, që mos më shtërngu fërta e të rëzajke, qaqë shumë arme e rej, u konë edhe e ka pas shumë, e ka pas shënjesër në mirë. A është Rifat Mziu ai që ka gjujt helikopterin, apo? Po, Rifat Mziu është protagonist i shumë betejave, ato të regojnë ata shokë që në konë, ato me thonë, mos të ishte Rifat Mziu, që i ka hejë përfun helikopterit, e ka gju, sa ka mujtë 3-4 karikatura, ja ka zbrapës helikopterit, edhe ato e ka pështu Sabit Gecin, se Sabit Geci ka qenë një plagosën edhe gati helikopteri, veç ju ka lëshu me... Që të deshta prita, cili ka qenë roli Sabit Geci, se unë e kam mekë? Po në po të regoj pak 2 pika të shkurta për Rifat Mziun, që po të ka pështu Sabitin, që ashtu e realiteti është. Po kun vetë, thash, armën e parë Rifat Mziu ku e ka morë, Ramadan Huti ka full drejt, tha, armën e parë, tha, e na shku të Sabit Geci ka morë. Trimit, ku të jepsh armën, është i vlefshëm, ha? Pse, me qatë armë që ja ka jep Sabit Geci, a përshej ka orë puna në helikopter me gjumë, me ja pështu shpirtin Sabit Geci. Sabiti ka qenë i plagas të ranë, ka qenë, krejt gjak ka qenë. Edhe, ku e kanë zirë Golinovë në laus, prezident jam konë atë, në lejse që shtu e kam pru që ty be njeri shnush, me uniformë, normal kështë me najtë, u ko rëzik. Miku dhe sa që mëj ke Maradeli dhe e në zërt, e mërt atë Golinovën, dhe më honë, aktiv ka qenë. Edhe që shkum të gjuën e luftën, ku e kanë bënë rezultat 3, veta dhe mjashore kish pas të 10.000 pasi Sabit Geci, djallë më të rrët luft në front. Bravo. Kam qef kuj mësë mja hongër hokën, se të cili ku e kovë vlerën merita. Për ju a mas luftën nuk më interesan. Unë kam qef për ato në luft, qka është. Edhe në varsisht në ashtë edhe në luft, njënë me tjetërin që na prish, dhe të me thonë, na shqiptari jemi edhe në familje ka njënë me tjetërin. Me komandon legjendora dhe mjashore të karon, me komandon dhe legjendora dhe mjashore, po të regojnë Skenderaj i ri jam konë, jam dollë, veç asfalt në një mjetë e kena pas. Foli që ka me zotë trosha, besë, jam dollë, e ku më këshyrë në syje, e ke po njëri kur adhurën t'i kanë. A besë 5 minuta mjetë në sytë da, qëq dhe me thonë, zëtë ke shkëjue, vetë sytë a ke po, zare po që pe adhuraj, a besë ja njësisin të keshën të qëshëm këshyri, e di, edhe ku e na konë demonstratat Skenderaj, a dejme me matër na kish pas pri. Ku më një masanene, na rësh për 2 krejt Skenderojnë në konë, kur nuk e harraj, dhe me dhonë, Ademi ka qenë legjendë se unë kanë tregua dhe shok linës atë. Besë, tha në për Skenderaj ka shkej ke kompanjo dhe Ademi tha me matër. Tha qaq, ju flëke për mas, tha qashtu, si kur luanë edhe s'ja ka një heqë. Po me ish president në ashim thao që me Kadri Veseli në një taku gjatë luftës? Po, për... Ti, ra Veseli, pa problem, falë ti. Po, të regoj, në tash falë tash. Po, jem taku, edhe me ashim thao që në ka orë dhe në pikë në ka vizitu, edhe Kadri Veseli, ka nërë në kanë vizitu në pikë. Pas ka luftu Hashimja, po? Tash të regojën për Hashimin. Ka rëziku shumë, ka rëziku shumë. Po, pelona shumë ka rëziku edhe jashtë mos e ka rëziku. Edhe ashtë në thosë që edhe Kadri Veseli, edhe në kanë nërë, në kanë dhonë moral. Në vitë frontit, se na e në konë vijin në parë, frontit e në konë me forcët e armikut. Ato ku kanë hinë, se rambë konë evakujem e kohë, me Hashim Thaqin dhe të regën. Unë e tregoj me Hashimin mu më karon luft 5 herë më takue. Mas pari herë kom taku një blanit ku janë orë me Recep Selimin. 2 herë kom taku ku shkeshe më morë armatim në familjen e Gjevla Drautit. Najna ko ungjën që të shko me Recepin me këta ungjën, beso qere aty në të lëshëm, teshëm, që këshin bajt armatim, dhe më hapër me prungësë, bili thash dikujna, thash pas ka maru, që pas ka hjek, pa e di që jadin, që është Hashim Thaqi. 3 herë kom takuen, pikë tonë me këtë vlovën, se kena posi kërmit se bësh vlopi shtetet jashtë nga ka quhe, e ku shkej shumë kërdit e pikat edhe shumë kërë me automot, ata në mëro më këthyje, adin për rezoltë kënejnej. Pesha në hymjet rezoltë atë bashkë në Morin, ku banë me hymjet rezoltë, Hashim Thaqi shkon konë. Bili kur se harrej, nolla kjerën, tha ti djallë, tha, a pritëm e më që unë i venë, tha shpu mëre, qëshja, ty e këqyrpin gjëse, kësha po ma heret,
Thash Allah ila e filone se kur fëlshin për hashimit jabllanis, ma bajshin do shtarë, ky është njëri madh, ky është njëri nalt, që që ato ma pishe, më të regojshin ata, se nuk e dishën atë ku. Edhe e morën kërë, a i me automat këton, unë në këton, ty e vëzit, me vetë, mos kallëzov drejt. Pasha që ta ujë, që është për gjenon se mos më gjinë, që shto, ko? Ku e nga bo me hi, ku këna bo me hi në rëzollë, tha ti djallë, tha, apo më që adhe në kryshes, ishtë ku e lufte në mje pluma, ishtë rëzik shumë. Fikall vetëm bre kom ishko të jetë. Thash po mëre, e veç e kom këthy kjerën, e kom qunë kryshes. Ku e kom qunë kryshes, qa hjeka dhe që uat jesë të nanë përta. Tha falimderit shumë, tha zëtit rujt, tha se vind oficira për jashtë, tha e dët mi